Më në fund u gjet zgjidhja, ja receta që pastrojnë rrënjësisht mushkëritë. Nëse shpesh keni koll dhe mukoz të tepërt, kjo recetë shtëpiake sigurisht që do t'ju bëhet një ndihmë e mirë. Është i sigurt si për të rriturit, ashtu edhe për ata që kanë probleme të lehta. Sipas Holistic Living Tips, do të rendisim disa zgjedhje të thjeshta të cilat do t'ju ndihmojnë të lehtësoni problemet e ftohjes dhe të pastroni edhe problemet e mukozës. Karrotat janë të pasura me antioksidantë dhe ndihmojnë në shumë persona të diabetik dhe ata që kanë hipertension. Gjithashtu, zgjidhni lëngun e freskët të karrotës në vend që të hani perime të papërpunuara, sepse lëngjet kanë një përqendrim më të lartë të lëndëve ushqyese. Por çfarë i bëjnë karrotat kaq të shkëlqyera për shëndetin tuaj? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ato ndihmojnë në rritjen e imunitetit dhe shëndetin kardiovaskular, ulin kolesterolin, ofrojnë një lëkurë papuçra, kanë përmbajtje të lartë të vitaminave, kanë nivel të lartë të kalciumit, ofrojnë një tretje të përmirësuar, ndihmojnë në detoksifikim, mund të përdoren edhe në receta lehtësimi kundër problemeve të frymëmarrjes. Për këtë keni nevojë për këta përbërës: karrot, 3 luk me mjaltë dhe ujë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë: qëroni dhe preni karrota në copa, i zieni derisa të zbuten, kulloni karrotat dhe ruani lëngun në të cilën ato janë gatuar. I shtypni karrotat që të mos mbeten në një lloj pureje. Përzini 3 deri në 4 lugë mjaltë në ujë në të cilën keni gatuar karrotat dhe më pas shtoni karrotat e shtypura. Ky është një shurup i lehtë që në mënyrë shtëpiake mund të lehtësojë problemet tuaja të mukozës. Përdorimi i kësaj recete sipas Holistic Tips bëhet në këtë mënyrë: merrni 3 deri në 4 lugë të kësaj përbërje. Ju duhet të ndjeheni më mirë brenda 1 ose 2 ditësh. Kjo recetë e lehtë do ju ndihmojë të eliminoni mukosin kokfort nga mushkëritë tuaja dhe të lehtësoni kollën. Nuk bëhet fjala për rastet e rënda dhe ato emergjente, të cilat me patjetër duhet t'i drejtoheni mjekut specialist. Mushkëritë janë shumë prej kimikateve që shkaktojnë një sër komplikacione të dëmshme të tyre. Një prej substancave më të dëmshme të mushkërive është edhe nikotina, të cilën e marrin jo vetëm duanpirësit, por edhe personat që ndodhen pranë tyre. Kjo substancë futet në gjak dhe zgjat nga 6 deri në 8 orë. Largimi i saj i plot nga trupi kërkon 2 deri në 3 ditë. Gjithashtu ajo mund të ndikojë në shëndetin tuaj të mushkërive. Prandaj, përdorimi i mbrojtësve të duhur mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Uji është i pari në lirë sepse hidraton organizmin plotësisht. Sa më të dehidratuarat janë mushkëritë, aq më i lartë niveli i rritimit të tyre. Për më tepër, në çdo gotë me ujë që do të merrni, do të keni më shumë oksigjen të nevojshëm për frymëmarrjen tuaj. Frutat e pyllit gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë lehtësuese kundër problemeve të mushkërive. Shëndeti i mushkërive është i lidhur fort me praninë e toksinave. Frutat e pyllit janë perfekte për pastrimin e problemeve të mushkërive nga toksinat. Boronicat, rrushi, luleshtrydhet kanë antioksidantë të cilët do të ofrojnë mbrojtje kundër këtyre komplikacioneve, përfshirë këtu edhe shëndetin e mushkërive. Një tjetër produkt mjaft të rëndësishëm që mund ta shtoni me do e mos në dietën tuaj janë edhe fasulet. Fasulet janë të mira për zemrën, gjithashtu edhe për mushkëritë tuaja. Ato janë një burim shumë i mirë i fibrës dhe një racion i tyre i plot ofron 50% të nevojës ditore për fibrën. Një regjim ushqimor i pasur me fibër luan gjithashtu një rol kyç për shëndetin e mushkërive. Edhe mollët janë një ndihmës shumë i mirë kundër këtyre komplikacioneve dhe ekspertët sugjerojnë konsumin e tyre. Mollët përmbajnë vitaminën dhe minerale shumë të rëndësishme për funksionin e duhur të mushkërive. Bëhet fjala për vitaminën C, e cila ulë riskun e problemeve të mushkërive dhe për më tepër ato përmbajnë nivele të larta të fibrave dhe të ujit. Ndaj edhe konsumi i tyre në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar kundër këtyre komplikacioneve. Edhe shegët janë të mira kundër problemeve respiratore. Shega është një heroinë e vërtet në mesin e ushqimeve të shëndetshme. Ajo është e pasur me antioksidantë, gjithashtu edhe me vlera të larta ushqyese të cilat do të ngadalësojnë qelizat e dëmshme të trupit dhe do të përmirësojnë shëndetin e mushkërive. Specat e kuqdjegës mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për sistemin tuaj respirator. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj sigurisht që do të kthehet në një aleat të vërtet kundër këtyre komplikacioneve.
Specat e kuq janë në mirëbërës jo vetëm kundër sinozitit, por edhe pastrimin e sistemit të frymëmarrjes nga infeksionet. Kapsaicin, një përbërës aktiv të speci, pastron mushkëritë dhe ngadalëson rritjen e qelizave të dëmshme në mushkëritë si tonel picon. Lëngu i karrotave. Nëse jeni konsumues të duanit, lëngu i karrotave mbetet i shkëlqyer edhe për gjallërinë që mund t'jap shëndetit tuaj të mushkërive. Sigurisht është një burim shumë i pasur i vitaminës A, C, K dhe B. Ky lëng është një mundësi shumë e mirë për dietën tuaj, ndaj përdorimi i tij me kujdes dhe brenda normës së lejuar, sigurisht që do të kthehet në një alat të vërtet për shëndetin tuaj respirator. Hudhra. Hudhra ka veti të mira anti-inflamatore, redukton dëmtimet e shkaktuar nga radikalet e lira. Konsumi i hudhrës së papërpunuar mund të luajë gjithashtu një rol në reduktimin e riskut të zhvillimit të shëndetit të mushkërive, duke bërë këtë një ushqim të pëlqyer dhe të shkëlqyer për shëndetin dhe mushkëritë. Gjithashtu, mollët dhe domatet janë të nevojshme për rastin tuaj. Mollët dhe domatet mund të ndihmojnë në ngadalësimin e rënies natyrore të funksionit të mushkërive, dhe studimet sugjerojnë se këto dy ushqime mund të luajnë një rol të rëndësishëm në riparimin e mushkërive dhe gjithashtu mund të jenë një lehtësim i frymëmarrjes. Mollët dhe domatet përmbajnë nivele të larta të antioksidantëve, të cilët janë të rëndësishëm në mbrojtjen e mushkërive nga efektet e dëmshme të ndotsëve atmosferik ose gjatë tymosjes. Ushqimet e pasur me vitaminën D gjithashtu mund të jenë një aleat i mirë i shëndetit tuaj. Vitamina D mund të forcojë gjithashtu imunitetin dhe të reduktojë inflamacionin e rrugëve të frymëmarrjes. Studimet të tjera sugjerojnë një lidhje të mundshme midis niveleve të reduktuara të vitaminës D dhe sëmundjeve të mushkërive. Burimet e vitaminës D përfshijnë qumshtin, vezët, kosin dhe salmonin. Duke përfshirë më shumë nga këto ushqime në dietën tuaj, do të keni mushkëri të shëndetshme për një kohë më të gjatë. Çaji i jeshil. Kjo është një zgjedhje e mirë për shëndetin e mushkërive për shkak të nivelit të lartë të antioksidantëve, duke përfshirë quercetinën, që vepron si një antihistamin natyrale dhe ngadalëson lirimin e histaminave, zvogëlon inflamacionet dhe mbron mushkëritë nga carrimi. Çaji i jeshil ka gjithashtu nivele super të larta të antioksidantëve, flavonol dhe EGCG. Ushqimet e pasur me vitaminën C janë një ndihmë shumë e mirë për ju. Ullëndimet sugjerojnë se vitamina C mund të mbrojë kundër këtyre problemeve. Disa të tjera sugjerojnë se vitamina C mund të ketë efekte mbrojtëse për lehtësimin e mukozave. Ushqimet e pasur me protein gjithashtu sipas Healthy Site mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për ju. Marrja e mjaftueshme e proteinave është gjithashtu çelësi për të ruajtur shëndetin tuaj të mushkërive dhe për të reduktuar kështu komplikacionet e tyre. Sigurohuni t'i përdorni ato si duhet. Ekspertët sugjerojnë se përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer. Mund të konsumoni vezët, kosin dhe proteinat natyrale, sigurisht edhe bishtajat dhe ushqimin pa djam siç është mishi i viçit ose edhe i shpendëve, të cilat mund t'japin një lehtësim dhe fuqizim më të mirë të mushkërive. Por nuk ngelen pas as përdorimi i zarzavateve. Për të mbajtur shëndetin e përgjithshëm të mushkërive dhe për ta mbrojtur mushkërinë nga inflamacioni dhe infeksioni, perimet me gjethe jeshile si spinaqi dhe lakra jeshile janë anti-inflamator. Këto ushqime përmbajnë klorofil, i cili jep atyre ngjyrën e gjelbër dhe ndihmon në mbështetjen e rrjedhjes së gjakut në mushkëri. Ato përmbajnë gjithashtu karotenoide si lutein dhe zakanthin, të cilat veprojnë si antioksidant në trup, duke hequr radikalet e lira që mund të shkaktojnë dëmtime të ndryshme të mushkërive. Sigurohuni të pasuroni dietën tuaj edhe me arra. Disa arra mund të jenë çelësi mushkërive të shëndetshme, përveç se ndihmojnë në humbjen e peshës, në sajtë e përmbajtjes së lartë të yndyrës dhe proteinës. Arrat janë një burim miqësor vegetarian i acideve yndyrore omega-3, të cilat kanë efekte anti-inflamatore vërtet të gjëra. Në dietën tuaj mund të shtoni rozmarinën. Rozmarina është e njerëzve që përmban acid rozmarik dhe ndihmon në përmirësimin e shëndetit tuaj të mushkërive, dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një lehtësues shumë i mirë, siç është edhe kivi. Kivi është një burim i mirë i vitaminës C, një vitaminë shumë e rëndësishme kundër inflamacioneve dhe sugjerohet të përdoret sidomos jo vetëm kundër këtyre shqetësimeve. Vëmendje. Ju bujmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.